Ndërhyrje urgjente për rikonstruksionin e rrugës që lidh zonën e tyre me aksin kryesor. Kjo ka qenë arsye e protestës së banorëve të fshatit Malbardh në Kurbin. Sipas tyre, segmenti prej rreth 1.3 kilometrash është i amortizuar dhe ka vështirësi në kalueshmëri, ndërsa prej më shumë se 35 vitesh nuk është kryer asnjë investim. Banorët thonë se gjendja e rrugës u ka vështirësuar ndjeshëm jetesën e përditshme, duke e krijuar probleme në lëvizjen e automjeteve, transportin e fëmijëve drejt shkollës, si dhe në rastet e emergjencave shëndetësore. Sepse kjo rruga është 1 kilometër e pak, është premtuar disa herë është premtuar për të shtruar me asfalt dhe vazhdon edhe sot kësaj dite se shihni që është e pashtruar. Lesi makinat cop kush ka makina. Sa të bëj shiu bën gropat me humat makina më nën. Detyrimisht pa gjetën na pranë të kërku popullit tan. Po kjo është kryesore, është një rrugë kryesore që lidh rrugën atje me ka. Edhe u ba disa vete që ba projekti. Normale, nuk ka se me qanë normale kështu. Se sa të bëjë shi, bat me hurë, vinë mashinat, vëllin të agraj në bëhat lesë këtu. Asë më kam nuk hesë. Në mbështetje të protestës ishin edhe antarët e Këshillit Bashkiak të Kurbinit nga opozita Albert Ndoci dhe Sefedin Lika. Bashkia Kurbinit nuk ekziston, i ka shtru asfaltin Kushritit vetë që është me mbjemër shqarë, që ja ka shtru dem dhe shpisë dhe kip popull që ka prit mira mirëditore, e Shkodrane, Dibran, i ka prit nuk ja ka shtru Kushritit vetë. Të parë ja ka shtru dem dhe shpisë asfaltin. Asë një rrugë nuk e ka shtru, se gjithë të banorë po i shofin ku po shtra, rrugica, njerëzët vetë. Rreth 200 familje që banojnë në pjesën e poshtme të fshatit Malbardh të Kurbinit vijojnë të përballen çdo ditë me vështirësi në lëvizje për shkak të degradimit të rrugës, ndërsa kërkojnë që investimi për këtë segment të mos shtyhet më.